Dalë në një përfundim, ne mund të përdorim shumë historira teknikalitete. Po mund të përdorim dhe shembuj të tillë që na japin idenë dhe s'kemi më nevojë të diskutojmë. Po, cili është shembulli? Tani, shkon ky qytetari në fshat. Ishte profesor dhe fshati herë pas here e paguante dhe i thoshte hajde tani na fol për jetën, për virtytet, për cilësitë e njeriu dhe kështu me radhë, sepse herë pas here ka nevojë njeriu të zhvillohet. Dhe shkon ky profesori i qytetit aty në fshat. Si ky profesori i qytetit dhe s'doli një profesor nga fshati të bënte. Po se s'kishte fshati profesori, kishte çoban. Po. Ashtu dhe shkon aty te sheshi i fshatit në orën e dur, priste që të gjente burrat e fshatit. Ishte i fshatari që shkruaj profesorin. Lani pse si jemi në debat është histori. Tani je duke bërë fshataren. Po. Po më ndërpret. Bravo Albano. Mos e prish historinë e fshatarit. Mos e prish historinë se nuk do të kuptosh, ti nuk do të kuptosh. Ja. Po të gacmoj, pra ti thënë që po mos të gacmoj, ti më dëgjoj dhe pastaj më gacmoj për të mbaruar. Ta ka stile. Rritë qytetarët po gacmuar në fshatarëve. Po. Shkon profesori te sheshi i fshatit dhe aty në vend që dëgjonte gjithë burrat e fshatit, dëgjon vetëm një burr të vjetër. Edhe i thot, ku janë burrat e fshatit? Tha, te fshati i fqin, tha ka vdekur një njeri, tha dhe kemi vajtur, tha ka vajt gjithë fshati, kam ngel vetëm unë këtu, tha. Po tha, po unë erdha tash, tha tu jap mësim, tha, tu mësoj, tha. Po ç'a të them unë, tha, po do iki unë, i thaj. Ore ti ik, tha, bëj ç'a duash, i tha ky plaku. Ç'a të them unë, s'të mësoj dot, i tha, se unë roje kuaj jam, i thash, i tha ky, kam ja 30 kuaj aty te stalla, tha, dhe i ruaj, tha. Po ama, tha, sikur unë një mëngjes ta të vete, dhe këta nga 30 kuaj, tha, 29 më ke nikur, tha, dhe një të ketë ngel aty, tha, unë para se ti kit kërkoj ata të tjerë, do t'i hedh për të ngrënë ati kalit që kam aty, tha. Tha, profesori ma futi ky, tha. Tha profesori. Po, edhe filloj pastaj foli. Filloj mbajti atë leksionin e vetë mbas një 2 orësh që po fliste, me emocione, me të gjitha ato me gjërat e bukura që tha, i tha plakut, hëmo plak, i tha, atë pëlqeu në qik, tha, diskursi im, ç'a të them unë, tha plaku, unë roje kuajsh jam, i tha, unë tha vërtet, tha, në mëngjes kur shkoj, tha, dhe 29 nga 30 kuajt më kanë ikur, vërtet ati një kali, tha, i hedh ushqim, tha, por nuk i hedh ushqimin e të 30-ve, tha, i hedh vetëm për njërin, tha. Do më thoni ke ngarkuar druti, ke kryer punë. Sepse qytetari gjithmonë ka mundësinë që kur shkon në fshat të tregoj që është qytetar. Ka dhe atë e bën pothuajse për instinkt që ti tregoj që shiko, ka një farë sensi superioriteti,